Mendoj ka njëherë sa do shpende që keq përdorët, se gratë namazin do të me falë të shpija, s'ka shalipin gjami. Kisha dash pak disa fjallë, rëndësin se sa e ka gruja në shoqëri, edhe pjesëmarrja gruas shoqëri, por veç ati kryqja e shoqëri, në më dhonë në gjami. Është një temë me siguri shumë e gjatë, po ka njëhera ka keq kuptime që shkojnë e kapin dikon me një qosh pa e ditë kuptimin e hadithit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tash kjo pyetje është edhe me ambientin ku jemi për shembull. Tash kjo perëndim Zvicër, tash s'flasim për as për Kosovë, as për Shqipëri, as për dikun tjetër, por në shariatin tonë mësohet një fjalë me qasit objektivat e Islamit. Kjo është një temë shumë e gjatë, subhanallah, në qasit. Unë veç kisha me thënë diçka. Pejgamberi alayhis salam një ditë kishte menduar me nda prej gruajës së vet Hafsës. E mendoi pejgamberi sa ta shtoj Hafsën me shlu. Xhibril alayhis salam tha Muhammed, këtë gruaje nuk i drejt me shlu, sepse kjo gruaje ka me qenë edhe në xhennet me ty. E kuptuat? Hafsa pas sa vjetëve është bërë njëra prej grave që e ka kodifikuar Kur'anin, e ka mbledhur. Apo e shihni kush është gruaja? Ti e mendon ndonjëherë se atë na fole namazin te shtëpia, se ajo është e parëndësishme. Po ndodhe kundërta. Po e më e rëndësishme. E dyta, cili për juve ka mundësi me shkund trupin e hurmës? Askush. Zotin Kur'ani ka thënë vetëm gruajës, Meryemës, Huzzi ilejki jid'in nakhla. Mere edhe shkunde. Mere edhe shkunde. Ja Rabbi, unë me shkun, tu lind me vemje, po. Nisoj se kur sot me marrë këtë ajetin në shoqërinë tonë. Gruaja non stop është e zënë 24 orë. Edhe xhamiu një ndalu. Atë çka bëhet? Aja ka kohë edhe për shtëpi, aja ka kohë edhe për fëmijët, aja ka kohë edhe për Kur'an, aja ka kohë pastaj edhe për xhami. Muhamedi alayhis salam kur ka ardhur pi udhës pi dikon, spari ka shkuar në xhami, i ka fol 2 recat, pastaj ka shkuar te shtëpia. Xhamia është nur. Xhamia është dritë. Xhamia dhe njerëzit ku janë dritë. Ne e përdormi hadisin që pejgamberi sa Aisha ka thënë, me paskon pejgamberi sot me ju po juve, ju kishte ndaluar. Po na skemi drejt këtë hadith me marr shekullin 21 sot, edhe me bot të njëjtën, se duhet pastaj me autobusin me ndalu, aeroplanin me ndalu, restoranin me ndalu, veturën me ndalu, edhe punë tjera. Zoti në Kur'an nuk ka bërë dallim grua edhe burr. Zoti ka hap dyrën edhe Kur'anin edhe për juve. Që kjo është shumë e rëndësishme. Unë ka njerë thamë, pse na pura duhet me folë për gratë? Gratë duhet me folë me gratë. Pse na pura t'i folë me gratë? Ata vetë folin për veti. Edhe ata vetë e shpjegojnë historinë për veti, subhanallah. O thezë. Veç një sen t'jua pojnë pak kështë të qarë. I pari imam është Ebu Hanifja. Ka lind 70 vjet pasi ka vdekur pejgamberi unë. 70 vjet. I fundit është Ahmed ibn Hanbeli 500 vjet pas pejgamberit që ka lind. 500 vjet. Cili duhet më mirë me ditë se çka ka bëu pejgamberi? Ky që ka lind 70 vjet, ai 500 vjet mbar prapa. Parlamentari çfarë sistemi juridik 90% dubjon që janë me sistemin juridik Hanefi, Ebu Hanif. Sa ai e ka pa pejgamberin 70 vjet pasi ka vdekur, ai ka jetuar me shokët që ka pa pejgamberi selam. Edhe ai ka kuptuar se shumë më mirë. Si mund ky tjetri 500 vjet që e ka meritën më të madhe në dunjë, s'ka dyshim. Po larg është ai për me ditë se çka ka ndodhur kohën e pejgamberit selam. Edhe sot çfarë shumë që janë të lodhit çështje, posaçërisht te aspekti i grave. A kështu habit të shkej. Ama ka thënë pejgamberi selam, ka me ndodhë që kanë me ardhur njerëzit kanë me të lodhit fejen.
Jelë bisun e din, jelë të bisun e din, ka me të lovit feja. Edhe sot njerëzit nuk është islami i Zotit, po është islami i hoxhallarëve. Se cili hoxhë ka kriju islamin e vetë. Edhe gjenë dikun atje, dikun na për Skype, dikun na për YouTube, i duket interesantët, ta tham qëtë. Pa nuk e di se ka po zullum, apo ka po padrejtësi. Na themi vetë. Gratë edhe burat, Zoti ka thënë janë një shpirt, janë një trup. Sa bëjnë gratë, nuk bëjnë burat. Sa bëjnë gratë, nuk bëjnë burat. Ato e kanë sikur që tash porzit, se Ibrahimi a.s. Kur ka shku te Ismaili a.s. në shtëpi, gruaja e tij ka qenë e parë, ka thënë si keni punën. Ka thënë hiç nuk bëjnë. As nuk kemi me hangër, as me pi, jeta katastrofë. Buri jem kështu, buri jem ashtu. Ka thënë Ibrahimi, ku të vjen gjali jem, thuj pragin ndrojet, shpijës. Aja se ka kuptu këtë punë. Ka dash me i thënë se ti je pengesa e riskut. Ti je pragi i prisht. Edhe Ismail a.s. kur ka arë Ibrahimi, ka thënë veri tesha, shkote në ajote. Se ti po e pengon riskun në shtëpi. Kur ka arë gruaja e dytë, Ibrahimi a.s. ka thënë të njëjtat, po kja i ka thënë shumë mirë jemi. Kemi me ngrënë, me pi, të lutur. Ka thënë Ibrahimi a.s. thulle ta mojë pragën. Pra do e thashën në ders, gruaja është dera e riskut, që futet edhe dera e riskut që e pengon riskun subhanallah. Po vëllezër, kur vjen një musafir shtëpinë tonë, çka i mendon, kush ka ardhur? Allahu neve na thot dikujna që i vjen musafir i ka ardhur belaçi. Belaçi, vjen musafir vjen belaçi. Na sot sfidojna belaçi në shtëpi. Sfidojna belaçi në shtëpi, a musafir janë belaçi subhanallah. Ma shumë islamin që e kanë dëmtu sot e kanë dëmtu në aspektin e femrës, apo të grave. Se dhe unë kam gruje shtëpi, aja mu shumë dëgjon të vjere. Po kishton filan hoxha, apo e shesha ka thonë, kysha ka thonë, ajsha ka thonë, krejnë të lodhi subhanallah. E Zoti jonë të në pineve musliman elegant. Musliman elegant. Jo musliman që ka të lodhit kokën. Jo gratë me orë në gjami, po ku me ne 24 saat gjami. Ku me ne 24 saat gjami. Jo më rëndësi. Gjamia o dritë, është nur, është shpirë. Nuk është koha para 1000 vjetëve. Bile interesant një grue në kanat shumë mirë kështë e bërë. I shupi qosh gjamiës, kështë në shka kjo punë. Neve grave da qonin qosh gjamiës të navitore. Të toaleti mu falë, a ju furat kështë po falë na për para. Qka në logaritin neve ju? Që është shumë e vërtet, apo? Shumë e vërtet. Ju gratë atje në qoshë. Ju gratë atje të muri, bashkë të toaletet, atje shkonit. Jo, mëre. Kja vojnë atyre një vend ku është ma interesant. Letira ta ku të kushifen, apo ku në gjejen. Jo, në fund, s'ka mësi ashtu më konë. E sot, njerëzit, apo ata që po e interpretojnë islamin, që po e gënqojnë, që po e shohë me se, subhanallah, sikur me e burgosat grujën, sikur me e fut me një kafas, sikur me e thënë që tu e kinë gjennetin, po s'ditë për jasë në dhe përka. Ka dhe njerë po e thënë, islami është shumë i hapë, islami është dire, mëllë, është për të gjithë. Vetëm me një lagjë në Spanjë kanë qenë 150 dietare grave. A e kuptoni ju këtë punë? Vetëm një lagjë në Spanjë 150 gradë dietare. Thuhet se dietaret grave në për rrugë të ecë, matematikë, fizikë, gjeografi, fëmijë i kanë mësu edhe rrugës të ecë. 150 gradë. Në shkencën e hadisit, 600 vjetë, 6 gra e kanë pas gradën e parë, shkallën e parë. O ti njerëz, 600 vjetë, 6 gra e kanë pas non-stop më të njohurat në botë për hadisin. Pastaj kanë orë burat, pas 6 kanë orë burat. Sot mi thonë një grujës, a bon është ti hafise e hadiseve të Koranit, për shembull, të na është absurd. Pa ja s'ka ne të shtëpia dhe mësuar. Imam Shafiu ka mësuar se Sejid e Nefisën, xhamin e ka në Egjipt. Ka thënë Imam Shafiu,
mësuesja ime. Kur të vdes une kam qef edhe ti me ma falë gjenazën. Edhe Imam Shafiu kur e kanë çuar për te varri, e kanë dalë te rruga, edhe Imam Zoja Nefise, edhe ajo ja ka falë gjenazën. Para mendoni sot. Gruaja me ta falë 2 gjenazë për shembull. Po çka vlen e ka? Po çka von ajo? Mos ka qenë Zoj shtëpie? Jo, more. Sejide Nefise, Zoja Nefise. Në Kur'an janë përmendura 15 gra. S'ka burra çast përmendura. Nuk ka çast gra në çast. Surja En-Nisa gratë. Aty Zoti i vjen rregullat e luftës. Rregullat e luftës te surja gratë. Çka lip luftat e gratë? Sikur Zoti da thot, po ju a nuk e dini se luftëtarja më e madhe është gruaja. Aja pisa bateri në akşam 1000 lufta i him. Edhe kreti ka sukses. Mas pari me ty si burr, që 100 të lashi ja bojna, aja me ty luftën e ka mbarume, këtë sukses. Asë njerës ka dështu. Me hekurosje, me larje, me shpërne, këtë i problem. Qëto dit, aja luftën e ka, tamam, e fitova. Luft pastaj me vjerën, luft me vjerën, luft me kunatën, me shtëpijen, me pastrimin, krejt lufta edhe në fund, edhe këtë bje me flet, aja nuk është rahat. Se Zotit e ka thënë neve. Zotit e ka thënë neve. E vetëmja qenje që kur nuk ka pushim në gruaja. Gjone një gruaje që një ditë ka pushim. Le del një gruaje dhe thot, sot ka me pushu. Nuk ka me pushim. Se edhe me vdek gruaja, tu e shtin në dhe, mi thona, po qosh dhe do pun i kitë, në qona, po pra, veshti sosi do pun. Se nuk ka mundësi me pushu. Se ka kriju Zotit me pushu. Këtë lind vajs, janë isë me njërë punës. Tamam, qëti këtë lind, janë isë punë vaja. Edhe deri në ditën e fundit, primën e fundit. Ama pari është e na. Pari është e na. Na nuk po dimi respektu shumë. Na nuk po dimi. Ama ka thënë pejgamberi me një hadis. Për neve burrave, që shkini me jetu me një kokër gratë juve, kanë mohë. Këtë kanë një kalu kufi. Mirë për juve, që kja për me pak së të bërë. Zotin e rrëti shumë. Me pas të s'kisha të që shto, të këtëve ka me. Mirë, bismillah. Një kësha lutë dhe pak.